Nuk më t'i gjonte, priste 2 ora, 3 ore, ta shkuje me zonë. Më zi jeta. Jo, thaj më hodhë normaja ta qumë. Shugoj. O, zemre vogël. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të habilitaren për një 50 vjeçar, është babaj një djali 14 vjeçar, por fatkeqësisht pas 5 viteve që janë divorcuar, i biri refuzon të takojë nanën. Problematikat kanë qenë të mëdhaja mes bledarit dhe ishnusës së tij. Konsumuan shumë vite bashkë martes, por ai e akuzoi se ajo ishte një nënë dhe një bashorte e papërgjegjshme, ku ai, pa dorashka, rrëfen gjithë jetën e tij duke planuar se shumë herë e dhunoi nënën e djalit. Por çfarë ka ndodhur në këtë histori? Habilitaren dhe ftoi zotin Bledar Bakaj. Bledar, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje motra. Zonë që më komikuam bashkë, se kam vojtur shumë për të komikuar bashkë, ka qenë pa mundur. Më ke telefonuar realisht dhe e kam lexuar mesazhin tënd dhe ke një problem, çka ka ndodhur? Në datë 15 jetor, unë jam i divorcuar një para punës, të fillon me e parë. Po. Po bëm në 2013 dhe me ndarë. Pas ke vite që je divorcuar me gruan? Po, be vite, be gati 5 vjetë. Po, në 2020 je ndarë? Po, jam ndarë me vendim gjykate me tëra, fëmija më ngeli mua, me vendim gjykate fëmijën e kam unë. Nga kjo martes keni pasur një fëmijë? Po, kam çunin që kam sot. Po? Për 4-5 vjetë që më marrin në thresnin, ta shumë thresnin të zyre për parimin. Po, zyra e përmbarimit, po? Me gjithë qunin, më tha mu të ka arru, zojë të takoj qunit, po e thash, ta marri qunit të komikoj me qunit, po dreshi qunit të takoj, dreshi ta qunit do të me zonë të jafësh. E qartë. Vete qunit me qunit të zyre për parimin, thot, qunit nuk e takoj, thot, se 5 vjetë, thot, që s'm ka dhejnë që kullapi, thot, në zyre për parimin, këton? Po? Si nëndë. Sot kujto për mua dhe që më rriti bati. Pra, djali sa vjeç është, Bledar? Quni është për 13 për 14 vjeç. 14 vjeç dhe refuzoi që të takoj nënën e tij. Nuk e do të takoj nënën, se pra arsye se si ka dhënë as një gjas, se po bërtu e 5 vjeç si ka dhënë as tarë quni. Më lejon të pyes? Po. I dashur Bledar, ju jeni martuar para sa vitesh? Në 2011, shumë vajto. Ka qenë një njohje me dashuri apo me mblesëri me nënën e djalit? Me mblesëri. Me mblesëri. Sa vite qëndruat martes? Po thosha 10 vjetë. 10 vite, dhe nga kjo martes erdhi një djali juaj. Por si ka qenë jetesa juaj në këto 10 vite? Po fillim që e mirë dhe pasera jo, nuk më t'i gjonte, nuk ashtu brite, nuk më bënde nuk gjellë, kur vjen a puna, qunin e linde rrugë, pala një për buk, kur vjen unë që vjen a puna, se kam punu dhe nëse jam i fshatë, më kuptojnë më dre? E qartë, e kuptoj. Atere fillon të buk qunit, a pa buk të shë, pëse s'jep një da qitë buk qunit, aty e ta të hajdu, shumë mirë, po se qove t'kesh fëmi. Qunin, ajo, në fillim hodhin a shkallë, që nuk e do dhe si fëmi. Po mos skandalizon, si nëna hodhi fëmijën nga shkalla? Po, ja, o fami. Ade shikoj qiko të të tamë, që në kajsh. Ade shikoj qiko të të se ka kranë, sot e kësaj dite, ka vojtë me gjukat, ka vojtë me të shikoj kranë e këti fëmijës. O, zemre vogël. Shikoj, po voj, për të qoj ashtem për kur të smipte. Por si, të lutem, krau djalit ju thyje nga momenti që nëna e hodhi nga shkallët? Po, e hodhi nga shkallë, gjiktes të dunve. I dashur Bledar, të lutem, unë jam nën vetë, ndoshta nga irritimi, nga mlefi, po e akuzon që ka hedhur djalin nga shkallët dhe djali mund këtë rënë vetë. Të lutem se është akuz shumë e rëndë. Unë po të thërë si modër, unë po të një fëmi se dunve, a i fëmi, tortura që ka e gjën e fëmi, vetëm a i zotë e ti. Se thot vetë, i ka këmë,
kemët via në fshikullin që ka rare jemë. Por, Mirë odete, se la posti motër. Një fëmijë që s'do në emër, a i kuptoj që ka hejtu kej, se po t'ishtë në ata, e linte papa, nuk e bo papa në vetë të nënë. Nuk kuptoj bretari që ka hejtu e fëmijë. e qartë, por është edhe arsyeja që ky fëmijë ka 5 vite që rritet pa nënë dhe i mungon ajo dashuri dhe është lidhur më shumë me ty. Por dua të dëgjoj ditën e sotme. Sa vjeç ishte djali kur nëna e hodhi nga shkallët? Shuni ka qenë, po të është 4-5 vjetë. Po ju keni qenë prezent në shtëpi? Jo, unë s'kam qenë shpi, kam qenë të një gjagjat e poshtë, më ka thënë hajtë e ka rënë qunë në shkallë. Ta shqyshve e më hodhi mamoja ata. Por, çfarë të tha ish gruaja? Rënë në shkallë ta. Sa shqyshve në shkallë fëmijë, ti ku ishi? Jo, thaj më hodhi mamoja ata qunë. Dhe djali sot ka probleme me dorën, me sa kuptova. Po, nuk bëhet ta perin, tu vetëm nga shtetit. E të mërshme. Edhe isha të gjajaja dhe poshtë, më pas, më qoj kam e dishmitar kushurinë, si ka qene të të dhe, se disë të gjini unë. I dashu Bledar, në momenti që ndodhi kjo ngjarje, çfarë të tha vetë gruaja dhe kur ti e mësove të vërtetën, çfarë ndodhi, domethënë, ti vazhdove ta kishe nënën e fëmisë? Të them që unë, me mënyrat si të mira do ti, modra, si ashtu kam i komikuar si me të miru të regonte, pasaj më miku truri, pasaj përdori adhunë, se po aposë, jam dhe rari të, nuk jam gjeshta, do të flasa e tëti, ka përdori adhunë. E ke dhunuar? Që i fëmijë. Po, se më atë, që unë i ka në punë, quni britë rrugët, dhe minë telefon, po i ka quni rrugët, e minë, nësë rrisja taja nuk përgjigjesh. Lija punën, lija punë vija i gjenë, quni të shikohet, në shpejmit, ku ka i ku quni 5 km lartë, 3 km, është lumi madhë. Ati ndaju përshikë të quni shumë lartë, edhe jema s'kërkode se britë për kafe. I dashu Bledar, do të them diçka, po të konsideroj si vllajin tim dhe po të flas shumë sinqerisht. Po të flasim modër, po të flasim si ashtu, se kam të më shikosh ti do të thosh ky, në atë një që po rrisun është puna ime, sot, a e fëmi e diletat që ka rejtu, se unë e kam planur, e kam qenë në kajtë. Por, dua të... Nuk gjo motre, një sekundë, e mori qumë i nartë, te japi, kuriku. Jo, do ndalimi aty, po më dëgjoj pak të lutem. I dashu Bledar, ti konsumove 10 vite martes me ish gruan tënde. Kur ajo filloi të tregohesh një nënë e papërgjeshme për fëmijën, për ty, për shtëpinë, për gjithçka, pse e dhunoje, e divorcoje, Bledar? Pse do të përdori e dhunë? Më gjë që Bledari, në kryet 10 vjetë, kjo nuk dajti pshemë se kisha nënë nuk. Më vdit nëna, që ka ndajtë në basë 3-4 vjetës nënës mua. Nuk dajti pshemë në shumë kohë, po të Bledari ku ta kam po të të regojnë. Konfliktet mes teje dhe asaj, pas sa viteve martes nisën? Bas bekës plakës, bas 2 vjetës, 3 vjetës, su ka qenë, 2 vjetës, se më vdit nëna. Po pra, në momenti që nisë konfliktet, pas vdekjes së nënës, dhe ti e pe që ajo nuk ishte një grua e denjë, e divorcoi. E lash një herë. Pse e more pra? Se ky është gabimi që bëjnë burrat shqiptar apo edhe gratë. Më kundërgu modrat, mere, e mora pra. Nuk gjone, pra fëmije bëjtë rrugë, nuk kam bërë një masakë që e mora. Këtë kabim që kam bërë rrugë, nuk ja falë vetës time as komisë, nuk ja falë që e mora prapë. I dashu Bledar, Po kam bërë nuk kabim. pasi e more, le të themi, jetove edhe disa vite të tjera. Gatja, mos tem 1 vit, base që e lash. Por, ju e keni dhunuar, konkretisht për djalin e keni dhunuar? Vete për djalin, as për ndja tjera mund. Vete për djalin, ku vite mund, ku vjena puna, e shikoja djalin e fshiku, të na kem në vishtata, i dhe në qa ka quni, rana ilësi, ndime, jetë se është si ju zdjeke ilësi, që është, vështatë shkopi. Po mirë, ti... Vështatë shkopi. Po kur ti e Që së të regon për qaj ke bërë quni, pasaj më kalon dhe moj filloja. Po mirë, kur ti e ke dhunuar, ajo çfarë të thoshte më pas? Po si gjë, se po t'ishte falë,
Mos kishte faj, po vitë më qove polici, po më qove në prokurori, po më qove në gjukat. Ajo nuk të denoncoj asnjëherë në polici? Asnjëherë, në ajo që ishte fajtore, më kuptoj bladarin, Por se na fosin votën. gjithsesi, edhe pse ajo mund të ketë qenë fajtore si nën, ti e kupton që ke qenë fajtor që e ke dhunuar, se nuk dhunohet gruaja. Dakor, unë se ka dhunuar për një arsye që ose si jam as pianec, as një gjë. Unë jam punëtor që punoj. Jam një gjë që u shih një fëmijë vetëm sot e kësaj dite, një. Jam një fëmijë që spitale vetë. Shkollën, të tëre po i ndjek vetë. Jam të pjesh për mua të vish tu motra, se la fosin motra, ka me motra. Nuk kam një, ka me motra. Të vish tu të pjesh qysh e shpilani, të thonë e gjunak, kush i bje më qafë. I dashur Bledar, por kërkove ndihmë tek njerëzit e gruas, tek i zhvjera, i shkunati. Nuk kishte mënyrë modre, se unë e mora një tjatën e se pura këtu, jatëja se ishte pianec. Se ku vinte këtu do të shishe në pizarron dhe për qaj thëmisja unë. Ikte më gjesë dhe që jo, nuk do ikë pas që më gjerë, se do të fejë, se është e vogël. Qa e vogël e unë? Po bëjtë doktora që i fëmijë, po e të doktora ose tri. Se është e vogël në të shqia, është i vogël. Se do të fejë, Sa vjeç ishte nusja, Bledar, më falë që të pyes? Ka qenë 32 vjeçë kështu. Po s'ka qenë e vogël. Po ju, sa vjeç jeni? Urdo? Ju, sa vjeç jeni? Unë jam 5 vjeçë. Jeni 50, por ajo sa vjeç është sot? Ajo sot e të 20. E qartë, 10 vite diferencë, e qartë, e kuptova. Pra, ju nuk e keni patur mbështetjen e i zhvjerit, e i zhvjerës, kunetërve, kunatave? Si gjë do në të dhe, motre. Si gjë do në të kam qenë shumë, e kam vajtë, më qoj një polici. Të ka quar një në polici, të ka denoncuar? Më denoncuar në polici, se la posin shumë, më qoj një në polici. Jo se më qoj kjo. Më qoj jatë e se, me kjo mojtë jatë e mojë polici, më edhe më qoj polici. Vajtë në polici. Vajta unë, më mund të parin. Pase jetë jatë e se, dina në Balakasa, Balqi. Ishte nga Balqi nusja, e qartë. Po. Më vjena i tha shumë polici për qaj për razaj. I tha shumë zotrire, hatë qik, mos më shiko për qaj kanë grani, bash, do bje qunin të shikosh qunin. Në bizetat me policin e të jatën e këse, më kuptonë. Por ajo të ka denoncuar për dhunë, u morë ndonjë masë ndaj teje? Më falë qik, qa po të temë. Ku më mori policia në pyetje poshtë, Po? edhe jatëja se i nartë në Balqi. E qartë, po, për të mbrojtur vajzën, e kuptoj. Më pyeti polici për qanë sy e kera, i thash, pa pyetër mua, po vjetë qunin në mbrapa, i thash, fëmija im, do të shikosh si është në shenja. Më kupton? Të kuptoj, dhe çfarë ndodhi më pas? Pastaj çfarë bëri atë ta lere ta falin ka kësaj radhe. Se prua çuni për provat e polici. Të bia çunin për provat çfarë kishte çuni në kofshë. Kishte vërshtatat e fshikut. E qartë, dhe vjeri ai që të denoncoj, ai e troqi denoncimin. Por gjithsesi, dashur Bledar, po të flas shumë hapur, kjo nuk e justifikon dhunën tënde. Nëse nëna kishte dhunuar djalin, ti duhet ishe i pari ta denoncoje nënën në polici. Po unë gjithmonë motre me shpresa se hajde se më kthen, nuk kthen ka lloj robin me. Mundi jeta. Se erdhi aty këtu për darkë që ndeti këtu me gjithë nusën e djalit, unë të qanë më ta do t'i klasë unë, mos ashtu se keni një fëmijë, do t'i bëj ju, ta më bëj ju, prapë, rrite një muaj do t'i modre prapë, fillon nga vazi. Tani, me sa po kuptoj unë, ajo nuk të ka tradhuar, ajo thjesht nuk ishte e përgjeshme në shtëpi, nuk gatuante, nuk lante, nuk kujdesesh për djalin. Fare, më drejt. Si që përgjeshme as për fëmijën, as për mua, as për një djalë. Kam
si temi nga fshati falli më dalekun ajo iku që bëj halli. Tani ku hap gjyqi unë bora 50 fare nga gjyqi. Por ndalemi tek viti 2020 kur ti e dëbove nga shtëpia. Çfarë ndodhi? Që vendosë të ndaheshe? Më mori çuni lart në të shtëpia e saj. Se unë isha në punë, kishim marrë çuni kishiku. Po, kishiku te babai i saj. Te babai i saj, se u plafosa dita e rrava. Të mesmen e rradhas, se më ndër mua beti më tha një laf që se po të më ha muta. Pra ti e pas ke dhunuar disa herë? 2 herë, një herë pasim që policia këse rrada që e rrada një ditë para se t'ikte. Ti e ke dhunuar një natë përpara dhe ajo vendosi të ikte? Po, se më tha një laf që se po të më se ashtu të akueq. Unë carova se edhe në punë, isham në punë. E qëllova rrava dhe pëse ma thot laf. Unë po punoj, po të shej, ty edhe fëmijë s'po punon as zja po rinë në shtëpi. Pse ma thot laf? Të nesmen, unë ika në punë e kishiku, shmarë që në kishiku. Nuk të njoftoj? Jo fare. E qartë, ti erdhe nga puna dhe nuk e gjete nusën me djalin në shtëpi? Nuk e gjeta shtëpi, në pas 2 ore, 3 ore, thash ku je me zonë. I ka dhe ma jam të babaj. E pa mirëtësh. Ka që tash, nuk i thash që tjetër. Mbas 2 ditësh, mos të gjej vajka, në mbas 2 ditësh, se vo mundi e telefoni që atë kurs, vetë të mota se ka një modër të në fshatë. Po? Më merë telefon, marë zonjë, se kësha halë e qunit. E qartë. I thash, më cish qujnë telefon, o, pa, më thamë, hajtë më mjerë, se po më rajnë të tërë, Po tani ata janë të gjithë me probleme psikologjike që ushtrojnë dhunë dhe janë dhunusën, ma nuk më duket normale. Nëna të dhunoj, gjyshi të dhunoj, nipin. Nëna thosht, gjyshim thosht e ratë smutësh, më gjohë më dhëmë, gjyshim thosht e ratë smutësh. Nëna më dike me kalem, mamaja më rinde vetë një taj më donë të thësh. Dhe që ndodhi me pas? I thash, më gjirë quni, thash se do vido marë qunin. Nuk e zori qunin, bas 2-3 ditësh merë, vanë tim telefon, hajde merë e fëmijin. Nuk e di se qa këshi bizetuar në telefon ata me vanë tim, s'digja para të gjiktu. Ko vjen vajtë më nga qunin, ta se nuk e do ato. Ta korda shtu. A, nëna nuk do të ta mbante më djalin dhe ta dorëzoj ty, pasi iku? Po. Po? Më tha, vajtë nuk e do nërë. E po mirë shumë, se e posë dhe kam fëmijë tim dhe të arritës vetë. E qartë. Qunë ishte 5-6 vjeç. Në ato ko. Pasë të bëjtë. E mirë mbaja qunë i vetë, hapi gjyqi këta. Hapi gjyqi ajo gjandeja. Për divorc. Për divorc, nuk vajta. Nuk u paraqite, e qartë, në seancat gjyqësore. Nuk u paraqita fare. Kur vetëm më tu, thashtë nuk vetëm një të ma një letim të katëve në qyshesh e fërteta, qyshesh shlenë quni, se dhja fare. Nuk ishe kureshtar fare të shkojë në gjyq? Fare, nuk vajta fare, se s'kja qa më dush me gjyqi, se unë fëmim e mora. Fëmim e kishe, dhe brija për gjyqe, nuk brija to, se kishe një fëmim budalia. E kuptoj. Dhe pasi ndodhi divorci, ti vendose të shkoje të merje vendimin e gjykatës dhe të mësoje se ku ti kishe kaluar kujdestaria. Po, vinë nënë marë atë, ka një avukat, diskutoj me një avukat. Po çfarë kishte vendosur gjykata? Gjykata kishte vendosur, që fëmija i vjetë babaj, nëna të paguaj 75.000 pushim në muaj. Pra nëna, kur ka qenë në gjykatë dhe ka kërkuar divorcin dhe ti s'ke qenë prezent, gjykata ta ka dhënë ty kujdestari, kjo i bie fiks që nëna e ka refuzuar të marrë kujdestarinë e djalit. Po, baza se, i thot, nëna që merë djalin, edhe u marrë vetim e gjykatë të konsultoja me i avukat. E qartë. I thashtë, o lajta, se unë drejta të imote unë 5 plasë shkon kam, nuk kam shumë plasë, se la posë drejt 5 plasë kam. Po. Edhe s'po kuptoja me, i thashtë, po ma shpjegosh që i thashtë një avukat të shumë këtë vendimin e gjukatë, se letoje e bam, më thave vendim gjukatë e këti qunit, kujdestarin. Po.
Pastaj takonta që të japi dha 75.000 lekë në muaj. Po, detyrimin ushqimor që nëna duhet të pagojë dhe të drejtat e takimit. Edhe të drejtat e takimit, dakord ashtu. Mos të vjen pas një vit unë vetë të zhyra për parimin. Po. Mbas vendimit të gjykatës, mbas që mora vendimin e gjykatës, më paraqita me vendimin e gjykatës. E qartë. I thash zyrës për parimin, ka mundësi i thash të shërtosh shikte çështjen time tash të vendimit të gjykatës. Po, sepse zyra përmbarimore ekzekuton vendimin e gjykatës dhe ti me të drejtë kërkoje paratë që nëna duhet pagonte. I thash ka mundësi, i thash lekët, asaj nënë i thash për ushqim fëmijë, se ka dhe ajo pjesë i thash të ka kohë fëmijë. Se edhe unë po tisha në thash, ka kishtë ajo fëmijë, më që duhet të paguaj ushqim fëmijës dhe të ja fëmijës tim. Basa kush, më tha mua nuk ne ta marrim vendimin, tha po pati lekë në balë dhe apo po, s'pati tha, s'keni çati marrim tha. E qartë. Tash nuk e di. Ky është problemi më i madh pikërisht në zyra përmbarimore që nuk ekzekutojnë dot vendimin e gjykatës kur nuk arrin dot të marrin ato para që njëri prim duhet të pagojë si detyrim ligjor, e kuptoj. Dhe çfarë ndodhi më pas? Më tha mua mirë, tha, do ta presim një muaj, tha, mua po qeja ashtu, tha, do vish mbas një muaj, një muaj gjysmë, të shikojmë, tha. Veta unë, s'ka lekë, tha, nuk ka lekë mbyllur, tha, nuk e di se po, po i ka unë, nuk e kisha shumë problem për të paguar lekë, kupton. Vetëm për kuriositet ta kisha si do të jetë puna. Por gjatë këtij një viti që ju ishi divorcuar, nëna nuk tentoi të telefononte, të takonte djalin, të birin? Po, deri 4 vjet pa takuar, pa mirë të komunikim me djalin, pa fliste me djalin fare. Ajo, se do të laposun, pa të në gjikështu, pa si dojë tje, se s'po i të detyrimin. Parimi, më dërgon një fletë për mua, gjobe. Zyra përmbarimore të dërgon të gjobë? Po, një fletë gjobe, më thonë pos për prure qunim, ke dhej 5.000 lekë gjobë, 500.000 lekë të vjetra. Do të thotë që nëna e djalit ka denoncuar ty te zyra përmbarimore që ti pengon takimet, se kështu i bie. Vetëm me qunim, marë qunim, i ka në fjerë, se tonë me fshatë Roskovetit Pulja, në tena mërës në fshatra. Po. Vete ati, qatë e të shinë një. Tha ka ardhur e jo të takuar qunim. Më mirë ka shumë. Me ligjë ka shumë le takuar, nuk e ashtu do tash. Po ta 5 vjetë ka shumë, sot e 5 vjetë kujtuaj ka shumë, detyrimet ku i ka. Se s'ka pagojnë detyrimin tash, një e dyta. Po qunim ta shumë, ja po, po desh takuaj, po dhe mos takuaj. Unë qunim nuk e qëjdo me forë tash, një. Tu të kishte një psikologë i tashu, ta një të qumin, tashu me pjemër, jo kështu si që një u i tashu. Po. Që kërkoj të takim e djali tashu, kërkoma. Jo me të mirë që kërkoj një u i tashu, se sash, më kam lopë të në pazari tashu, e kam njeri, e kam fëmi. I qartë. Bu më ndej, tha, e kapi qënë shumë pikrova e takoj, jo dhe se takoj dhe se kam në nëta i. Sot kujtu ka për mua, tha, kësë ka për një qëkullatas, më ka uruar një të lindje ta quni. Kështu u shprej djali? Po, si ka dhe një qëkullatas, si ka dhe një ta gëzuar të atlimin e keqe mamaja. Por zonja ishte prezent aty? Po, s'poli fare, sa, nuk poli. Mora quni një nga shti. Pra, në atë takim të zyra përmbarimore, nuk pati asnjë përqafim mes djalit dhe nënës. Fare, nuk pa puna fare quni. E qartë, dhe ti ike, u largove me djalin. Po që të bëhe me, të marë, ato i të qoja ati, ku se do fëmija, që të bëhe djalin. Çfarë ndodhi më pas? Me atë gjobë? Më pas, asaj i të da shpius, po bete ka një vita, në data 15 vjetor. Të vitit që janë pas? Vitit pas, në data 15 vjetor që kaloj. Po? Kish bajtu zonja, kish marrë gazetar, gali pa nuk e si e kim një si gazetara, pas i loj psikologu, pas psikologu.
pas një lloj policie, pas një lloj kryeplak, pas një lloj vetëm vini gazetar, çuni kishte vajte i lokal pinte ujë. Është i dyqan pa me shkollën. Në fshat ka ndodhur kjo ngjarje. Në fshat, në Pula, se kemi shkollë këtu në bash kur unë jam çilat, kurrë me çmë pugonit, paguaj pugonit e shkollës. Dhe nëna ka qenë shoqëruar me gazetar dhe ka vajtur të takoj djalin. Për takuar djalin. Po. Çuni kishte dalë kohën e pushimit, pinte ujë në një lokal. Po. Gazetari e ka, pikrau. Fëmijë, e i thote, një fatë, jo i thot djali, nuk e njoh. Hajde qonë gjaqë i thot takosh, jo thot qoni. Duke qarë qoni, shpëtona krau gazetarit e vetë të drejtoresha. E shkollës. E shkollës. Po. I thot, drejtoresha, tu ka ardhur, nuk i thot dhe emër, ka ardhur a zonja, thot, nuk i thot dhe emër, as mama, as filanka. E qartë. Ka ardhur zonja, thot, me gazetar, thot, që më takoj mua, thot, gazetari në kapë t'i krau, zëvarë, thot, qërë të e jama. Po. Qa thot i kështë e drejtoresha? Kështë da drejtoresha nuk i një fata. Ate pakshur, ate nuk e tëre që kishtë ta, unë e një fjën ta, e kishtë qenë brana makim, se kishtë qenë një ashtë, edhe ishte futu brana makim kështë e drejtoresha. E qartë, e kuptoj. Për me më sofe telefon, më thot, po të ta ku je, ta shumë jam në punë. Ka ardhur sa, mu se jo të ta në Tiranë. Qa thua ka shumë? Ma atinës, vetë atje, shikoj, nuk vetë të njerë të gazetar, vetë ere të quni. Po. Quni ishin vetë tani, mësus, drejtoresha, e mbani në të mira i quni me varë, për qanë ishin dramaksu. Marë quni, qa eshe vla, nuk ka pi gazetari, pi krau, ha me po, të më qënë të ma, të ajo, thot. Nuk i thot me emër kurre, as më mas, të ajo zonë, ja thot. I thash, qështë të qënë dhe vla, vete unë, vete një si njeri, si në gjërë drejt. Vete si njeri, thash, ku shini? Se s'kishin as tanë, se du të këtë një stanë tjetë që jam gazetar, apo jam këshu. Një beq, një të përfaqësoj logon, e qartë, e kuptoj. S'kishin asgjë, nuk më flisnin, tash ku shini, që kënë ka për quni tash pikra me forë të qërë të e jamë, ku shini, asë njerë. I tash ku shini, tash ku shini me gjakën e fëmistin, tash për më tramak se fëmini, tash ku shini. Gjithë tema vjen ajo një flok zezë. Nuk e të jemi pare, ku shishte, ka më që të bizetojmë që pashtë, bizetojmë e zonë e tash, ku shie. Ma s'ka rëndësi, qështë s'ka rëndësi, do të adizë, po shqire që të vijë, më të rëndë. E qartë, e kuptoj. Ta ne ju vini me lekë, të shqire me thash, me gjapën e fëmistin nuk u lejë, thash. Ku ajo pas ka lekë, i thash, për të venë, një s'ka lekë kërë fëmistin. Mirë, unë të garantoj që ajo, në base nuk ka dhe lek. Ti për shembull tek mua nuk e dhe lek që je këtu në live me mua. Ajo ka bërë një denoncim, por ndoshta gazetari duhet ta mendonte më mirë që një gazetar nuk ka të drejtë një fëmijë të mitur ta marri dhe ta çojë tek nëna, sepse ka një vendim gjykate, ka një institucion, është një zyrë përmbarimore, ajo që e bën këtë takim nuk e bëjmë ne. Kështu që ke të drejtë në këtë pjesë. I tash si njeri. Ku ke vendimin e gjykatës? Ku ke zyrën e përparimit? Ku ke ndihmën sociale të fëmisë? Ku ke? Qështë varë ke ti tani mua? Hajde tani me mua ti të takoj një fëmijë. Pa marë vendimin e gjykatës, pa marë psikologë, pa marë polisin e zonës, pa marë kryeplakun e fshatit, pa marë qështë arë ke ti, qështë të marë ka mund ty që ka marë tije. Bledar, çfarë ndodhi në atë takim? Ti fole me ish gruan tënde më pas? Jo, nuk kam i kova fare. Por me gazetarët? Në fund? Me gazetarët kam i kova, e tash ku shini, nuk më tregoni. Por ku shini, që duhet ty thaj? Që më duhet mua? Ku shini, ti që ka të quni tash zëvar t'i krau? Por a je i sigurt që ishin gazetar? Se ndoshta nuk kanë qenë fare gazetar. Më fal, gjithë ti u laca roba, në gjatë acerimit. Çfarë bëre? Nuk i qëllova, si da shumë,
fendova, i thash, kini të bë, largoj lajta që kini të bëni me mua. Më kupton? Gjithë të të nesë ka vajtë në prokurori, ka vajtë në avokatë, kanë datë financim. E qartë, ke ndjeku rrugën ligjore. Ose i kanë kërcënuar, për të kërcënuar për shemë, gjatë zërëtis, ku ku a parë qunë janë në motre, duke shahë, unë sot s'ka bajtë, s'ka marrë vete në kombë. Që po qëjë qunë me ty psikolog, e ma në shkollë me psikolog, e ma tu e qërë s'kovet, pagoj makinës qunë jashtë traumat. Po pse, gjëndja e... Qëri pa më në shkollë, nuk vjerë për pati se më vinë Tiranja, da dhe vinë tu, unë jam në purë, qëri traumat, ku të vete. Pse, gjëndja e djalit është e rënduar? Shumë e rënduar, të jam në me psikologët, të jene qikë që do thonë. Të më kodikosh edhe psikologën e shkollës. Të shu pledar. Mundohu të qetësohesh. I dashu pledar, nuk mundet dot pas kësaj ngjarje të flisje me ish grua dhe t'i thoshe pse e bën këtë gjë kur unë s'ta kam ndaluar djalin, por gjej rrugën dhe mënyrën më të mirë që të jesh pranë djalit, sepse rruga më e mirë është dashuria që ofron. Unë po komunikoj me ata, unë kam frika të më bënë e gjatë tjetër, polici më personoj, të më beri, të vetë të brejtë shumë me kam, të brejtë për atë se e shumë, nuk është e përgjesh me atë kërë vëdëm. I dashu bledar, por kur flet me djalin, djali është 14 vjeç, mbush 14 vjeç, le të themi, po rritet. Po gjohë bledar, më gjohë të në si modë. Para ta ditës, sa kërës i bërë blok të tëra nëse, që s'do të ketë asë gjallë linja me qunë, e mori quni. Po? Po e lora ta, nga prokurën ta, që të tiki ja shtetit ta të hala, ta të më aperoj kranë. Quni. Vetë mori nënën, e qartë. Mori ata i tha, o e lona, ta nuk ta mama e lona, nga prokurën ta, që tiki ta aperoj kranë ta të hala në Italita. Dhe ajo çfarë i tha? Qa i tha? I tha se ke vla tjetër ti tha. A, se ju jeni martuar dhe keni sjellë në jetë një fëmijë tjetër? Nuk di gjë, ma ka lënë në një tjetër, di gjë që kemë fëmijë. Pra, shko që përgjigje i jep nëna. Djalit. Pra, ajo refuzon t'i japi një prokur që ti ta çosh tek motra jote dhe djali të kryej operacionin në krah. Me vendim gjykate ta, mua s'më vjen prokur të plot që të çojë çunin ta bret, ku të jetë mënyra për ta aperuar, se vjen të kohë kështu krau. Nuk është rindor. E kuptoj, por kur ti flet vetë me djalin, ai çfarë të thot për nënën? Ndoshta edhe ti i dashur bledar nuk do t'i flasësh keq për nënën, sido që t'jetë ajo është nëna e ti. Motre, unë kam zemë bojsh fare, as fëmis, as se ka qenë kështu, as ka qenë ashtu, se ka bërë kështu, se ka bërë ashtu, se ka bërë... A i thot vetë, o bato, ti di vetë torture, që torture kam bërë unë ajo, thot. Që të temë unë një fëmije, ku thot e di vetë torture të se nënë, thot. Që të temë unë, motre? Por, bledar... Qyshja zemë bojshme në fëmijë? Qyshja se më zesh në në kur unë fëmijë se do të takosh të kohë këtë gjëpat? Jo, dhe se tua. Se vajti 5 vjetë ose të vajti qokullatë, të hajnë qokullatë të papi, se nuk e... Aja ta zhëtë për paritit me më dre. Mua papi ta vjetë 2.000 lekë shkollë ta. Se e një 500 lekë në ditët ta, një qokullatë ta, s'po më jetë ta. Që du me atë në nësinante? I dashur bledar, unë thjesht po supozoj, se nuk di gjë. Një nën që kërkon të birin, shkon të zyra përmbarimore, shkon të gazetarët, kërkon me ngull të birin, do të thotë që e do. Por ndoshta ajo zonjë mund këtë pasur probleme psikologjike dhe çrregullime sjelljen e saj dhe ka pasur nevojë për kurim. Se unë nuk besoj që nuk ka asnjë nën në botë të keq trajtoj djalin. Vetëm ato nëna që kanë probleme mund të arrijnë në këto ekstreme, mendoj unë. Mirë atë. Unë më tha vetëm mes, kur vajte një që të futë që e ta në gjyka, unë po të mbarë te i ta janë, të baj quni dhe mos ka me njeri ta, në shpisë të mbaj do ta, më me të quni poshta ta martoj prapë ta, i japi. Më kuptoj të një që atë. Këtë kush e tha në gjykat? I japi, të dere gjukat të futë që e përënda unë, e i ta japi.
Unë po të baja quni me këteta, mos më marrë mirë njerita, më ngeli shpita, të baja dhe këteta, të baja dhe këteta shpita, se baja do të. Më mirë, hova këte po mi poshta, që të marrë të bimë. Që do me të? Mirë, e qartë. Që të konë mena e nëmë, mena e baba, na i gjysh, se një gjysh, jetë dashurimi për mije, jetë dashurimi mikit. Nëse ish vjeri juaj është shprehur kështu në gjykat, absolutisht që është e rëndë, por unë nuk çuditem dhe nuk habitem se plot baballar e kanë bërë këtë veprim, që kanë marrë vajzën në shtëpi dhe nipin apo mbesën, nuk e kanë marrë, e kanë lënë tek ish dhëndri, dhe kjo është shumë e rëndë. Nuk çuditem nga këto histori. Veshtë e mi, fatkeqësisht kanë dëgjuar historira shumë të rënda, por më vjen keq edhe për ju si baba, edhe për djalin mbi të gjitha. Quni i di vetë, la posë me quni do të përqë në cikaritet. Quni ta, o pa, hajtë në nërë, se bo këta më rajta. Nëna gjyshim kështë rafë smuta. Nëna më dite me kalem, mamaja më rindë dhe. Më kupto të e në qakër kohë me ngrotësit e i pëmit, të doj nëmën. O po të temu mos e në kohë. Birë, hajtë se po i temu. Po të ato të nëmën e ti më dre. Se të zyrë të shkolla ku vajtë me gazetar, se sa e shmena ime, se njopi kështenë. Unë i thashtë ati mos qatë të aponjanën. E qartë, unë do flasë me djalin tënd pak më vonë, por nuk do flasë që të bëhet publik ajo që unë do diskutoj me atë, me djalin 14 vjeçar, ajo pjesë do jetë vetëm për një audiencë të caktuar në kanalin tim. I dashur Bledar, unë e kuptoj vështirësinë që ke kaluar me ish bashorten, por dua të them që këto 5 vite i vetëm me djalin të vështirë ke patur jetesën. Unë e ti vetë. Grisha më gjesë, më orën 5. Më gjotë e dajtë lapon si motër. Të besoj, marrë në notë. Ka mlet motra. Të mi kënaqë se më ke qëtësuar, më ke bërë kështu sot, që jam i futura me krahë, si putem si motër. Dhe më vjen mirë që ky rrëfim të ka çliruar, më vjen mirë, sinqerisht. Jo, po them kështu si motër, më ke shqetësuar, më ke bërë, më ke heqën sikur tani unë jam i lirë, ta kam bërë 2 dorëzim për mirë, më kupton, aq shumë i gëzuar jam, si motër po të them, po të gjithë pra zote për të me ditë për mirë, la po si motër. Se isha shumë i garëpër, më kese për mirë që i dobi, më më kese për mirë, se vojta më shumë vetë. Të besoj për këtë pjesë. Më vori politë gjësor në pyetje, me kasë ati, qysh dobi, ta shorë do 3. Mini maza, por në portë maza, të hapi i krasë, unë që i këtu jam i mbytur. Unë do të bytë më keqë. Do të ramak se të mje parku në nëmës tash. Të luta, mos të në kështu. Po të pyesja që... Po të pyesja që... Unë pa fajshë, dhe të ikin gopër i vashë. Me dhe unë po të halë dhe të ikin gopër i vashë. Mos të pa gopër. I dashur Bledar, të luta, mos të përcjelli mesazhe jo fort të mira. Jetesa jote ka qenë e vështirë. Grisha në 5 më tre, njës. Po. Do ta ndroja. Në 7 pa i qerek do ndroja. Do t'i visha robat, do t'i pia të gatuar, ja ria në uefer gjellën, do që ke këtu t'kejtje babi, se kur vjen babi na punë habu, ndrohë se ke robat të ndrimit të shkovës i të rejti ke këto ndrohë këtu për shpi, qyrë zoti e rrita, me shumë vojtje, ama në dora mbanë. Se sot e shirmarë. Uroj jetë të gjatë ty dhe qofsh baba i lumtur me atë djalë. I dashur Bledar. Unë, se dhe si motë, unë nuk kërkoj men, as i gjem men. Nuk duaj jetën e kabilën me të edhe. Ky, për mua, nuk da që më vinë motra, se ka motra këtu në fshat, ka mjerë këtu në fshat. I të talë të halë, jo, se kam batit të të, ku të bi batit të vinë. Nuk da mua. Një djarë që si kanë forë në latë, ta 5 vetë, ka ra batit, ta shakro batit, ta shbëra batit, jo. E ka marrë fiqarë, ka përdu të më spekshur, atë kejtër batit, se batit është vetën, do të ndihmohet, që atë kejtë, të, jo është të kjërë zotit. A i lere njerë. Më vjen mirë që është bërë djalë i mbar. I dashur Bledar, ne do bëhemi bashkë të dy në kontakt, por unë dua që ta mbyllim me një mesazh që ti
e përçon për ish bashkëshorten tënde nënën e djalit. Çfarë do i thoshe? Do t'i them kështu, apo në të. Lere çunin të qetë, të kryoj, lere, nuk po i kërkoj asnjë asgjë, që fëmija nuk do të takoj, lere fëmijë, të vej me i mosh, po të ishi të takoj në dhe të takoj, që tërë nuk nga galuar. Unë jam kërcënuar në pak shortja sej, apo në, motre. Do vitë të marë të varë, do vitë të bej këte, do vitë të bej këte, do të bej këte, do të bej këte. I kam edhur poshtë, tani i kam temë, më lere hatë, që po së marë të avë fëmijë, se është atë avë fëmija shumë. Po vuj vetë, që e marë pyrë, që në psikolog të shkolla, e marë që të i private rëspavet, pa vuj makinë 10 bileku tani. Uroj që gjërat të zgjidhen dhe mbi të gjitha të ketë shëndet dhe jetë dhe shëndetin mendor, psikologjik, djali i vogël. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë të ajo dhe të më kajtë, që nuk e le me kajtë. Unë të ta ndjek me fort, edhe me do ta shikoj që do të ditë të marrë gjukata. Po nuk mori vendim gjukata shumë si tua unë, jo, gjukata, besoje, gjukata është e drejtë dhe vendos të drejtën tënde të djalit dhe të nusës, që besot e drejtësia shqiptare. Falë, zoti, familje... Të përshëndes Bledar, gjithë të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live, unë i falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video, uroj më të mirat për djalin e Bledarit, atë 14 vjeçar i cili fatkeqësisht ka probleme me krahun dhe urojmë që të bëhet operacioni të shërohet sa më shpejt. Babai i tij Bledari, përgjatë këtyre minutave që ishte live me mua, tentoi disa herë që djalin ta thërriste dhe të ishte pjesë e live-it, por do të jetë pikërisht për miqtë e mi të veçantë këtu në YouTube që do ndjekin rrëfimin e 14 vjeçarit, për jetimin e tij, dhunën që ka ushtruar nëna dhe çfarë ndjen sot ky djalë për nënën e tij dhe fjalët janë vërtet të dhimbshme kur dëgjoni 14 vjeçar se çfarë urrëtie ka për nënën e tij e cila po lufton të jetë pranë të birit. Mirë, do të jetë edhe kjo video, do të jetë në kanalin tim, kështu që miqtë e mi mund ta ndjekin. Unë ju falenderoj juve që më ndoqët deri në fund, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live, ju e dini ora 10 me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.